Për herë të parë gjykata e posaçme ul në bankën e të akuzuarve ish kryeministrin Sali Berisha. Pasi dosja Partizani kaloi për gjykim, togat e zeza kanë caktuar datën 30 qershor, orën 9:30 për seancën e parë në themel. Megjithatë, për Vision Plus, burimet bëjnë të ditur se kryetari i Partisë Demokratike nuk do të jetë në seancë për shkak të angazhimeve, por do të mbrohet nga avokatët e tij Genc Gjokutaj dhe Sokol Mëngjesi. I vënë në akuzë për korrupsion pasiv, pasi dyshohet se ka vendosur shtetin në funksion të përfitimeve të dhëndrit të tij, ish kryeministri ka kërkuar gjykim të zakonshëm. Në seancën e së hënës pritet që të bëhet legjitimimi i palëve, pra të pandehurit e dosjes i verifikojnë gjykatës mbrojtësit e tyre. I bashkëpandehur në këtë çështje është dhëndri i liderit të opozitës Jamarbër Maltezi, të cilin SPAK e akuzon për 2 vepra penale, korrupsion e pastrim parash, si pasojë e privatizimit të ish klubit sportiv Partizani. Sipas organit të akuzës, Jamarbër Maltezi ndërtoi në trojet shtetërore të këtij kompleksi sportiv 19 pallate. SPAK thotë se Maltezi përfitoi nga pozita e vjehrit të tij si një nga 5 trashëgimtarët e këtyre trojeve përmes procedurave të përshpejtuara. Po ashtu në akuzë janë vënë biznesmeni Xhimi Begeja, ndërtuesi Fatmir Bektashi dhe përfaqësuesja e studios ligjore. Të 5 do të përballen me togat e zeza të gjykatës së posaçme, që kryesohen nga gjyqtarja Elsa Ulliri, e me antar Bib Ndreca dhe Rudina Palloj. Betejë e Berishës me SPAK ka qenë e tensionuar. Kryetari i PD-s ka hedhur një lumë akuzash ndaj 2 prokurorëve që e kanë vënë në hetim, Arben Kraja dhe Enkeleda Milonai, por edhe ndaj drejtuesit të prokurorisë Altin Dumani. Berisha pretendon se hetimi i tij ka prapavi politike.